ju e dini, duke qenë se jeni pjesë si ekspert sigurie, jeni pjesë të zhvillimeve, sidomos atyre ushtarake, ka një koalicion, le ta quajmë kështu, një bashkëpunim ushtarak mes Shqipërisë, Kosovës edhe Kroacisë. Kjo e rrit akoma më shumë sigurinë në Ballkanin ton të trazuar. Është kjo një sinjal që kemi rrezik nga Serbia, si e shikoni ju? Në fakt, fillimisht duhet të riflektoj faktin që kjo iniciativë dhe kjo aleancë është bërë me bekimin e NATO-s, me bekimin e Shtetit Bashkuar të Amerikës, dhe për qëllim ka mbrojtjen dhe në asnjë mënyrë nuk ka qëllim për të rrezikuar një shtet tjetër, sigurisht se kemi pas deklaratën nga Beogradi zyrtar. Situatat e fundit të krijuar në glob dhe çështjet që lidhen me angazhimet e përbashkëta në shtetësh sa i përket sigurisë, kjo iniciativë e cila ishte ardhur fillimisht nga Zagrebi zyrtar e më pas është mbështetur nga Tirana dhe Prishtina, janë, mund të themi, një lajm i mirë dhe një veprim i mirë sa i përket sigurisë për gradishullin ballkanik, duke pasur parasysh faktin që siguria në Ballkan është e sfiduar për dy arsye. Para se Serbia akoma ka pretendime territoriale kundrejt vendeve veçine, dhe e dyta se Rusia mund të përdorë Serbinë për arsye të politikave të saj në çështjet ndërkombëtare, veçanërisht në zhvillimet që ka të bëjnë me Ukrainën, për ta mund të themi për ta eskalu situatën në Ballkan dhe për të defokusuar forcat ndërkombëtare të sigurisë ndërtim zhvillimeve që kanë të bëjnë me Ballkanin. Prandaj kjo aleancë është sigurisht një nismë dhe një veprim i duhur për të garantuar që në rast se kemi një defokusim të forcave ndërkombëtare të sigurisë për shkak zhvillimeve që mund vinë në vende të tjera, atëherë ky bashkim do të garanton që nuk do të sfidohemi dhe do të jetë një shkëmbim i mirë mes vendeve për të garantuar, mund të themi, Adriatikun, që është njëra ndër burimet kryesore të sigurisë në Ballkan apo në Evropë. A kemi rrezik konkret nga Serbia, sidomos në veriun e Kosovës, duke qenë se shpesh kemi pasur që ka pasur tentativa destabilizuese nga ata në forma nga më të ndryshmet? Të jemi të sinqert, po. Rrezikun e kemi evident. Serbia akoma nuk është kputur nga përpjekjet e saj për ta cënuar sigurinë e Republikës Kosovës. Kemi pasur raste të sulmeve terroriste, siç edhe ju e dini, në veri. Kemi pasur ndikim në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe lokale nga Beogradi zyrtar. Thjesht ka ndodhur ajo e cila nuk do të duhet të ndodhë, është dhënuar drejta shqiptarëve serbë në Kosovë për të votuar në mënyrë të drejtë dhe të duhur, siç ata dëshirojnë. Thjesht kanë qenë të detyruar të votojnë për subjektin politik i cili mbështet Beogradin zyrtar. Dhe kjo është cënimi i sigurisë, vetë fakti i ndikimit në këtë zgjedhje është cënim. Gjithashtu mund të përmend faktin që në momentin e ardhës në krye të komunave, në 4 komunat me shumicë serbe, nga kryetar serb, janë bërë veprime që janë, mund të themi, sinjale të qarta që Serbia ka ndikimin e fuqishëm në atë zonë dhe mund të themi që është një lloj paralajmërimi jo sigurisë në atë vend. Duhet të shtoj këtë dhe faktin që policia e Kosovës viteve të fundit dhe javë apo muajt të fundit në vazhdimsi ka hasur në armatime të ndryshme. Mund të themi se çdo veprim i policisë së Kosovës në zona të caktuar është rezultat me armatime të ndryshme me mjete ushtarake, çka do të thotë që serbët në atë pjesë, posaçërisht struktura të caktuara përmes Beogradit, në vazhdimsi mbeten të gatshme për ta cënuar sigurinë e Republikës Kosovës, për ta minuar angazhimin e SBA-s dhe NATO-s për siguri dhe demokraci në vend, dhe padyshim që mbetemi akoma të ekspozuar para një jo sigurie e cila mund të konsiderohet e breshtë për momentin. Zoti Elezi, mendoni që ka një forcë më të madhe pas Serbisë, apo është iniciativa e saj vetjake për të gjithë manifestimet që ndërmerr ndaj Kosovës? Pra që ndron në një mënyrë konjektive, ndoshta Rusia, ndoshta Kina pas këtyre veprimeve? Në fakt po. Është e saktë dhe është e vërtetë që kemi domethënë një angazhim të përbashkët, siç është edhe më parë, duke shfrytzuar gjithmonë dëshirën e Beogradit zyrtar për të cënuar sigurinë e vendeve ballkanike. Rusia dhe partnerët e saj, përfshi Kinën, Iranin apo vende të ndryshme që janë rreshtuar kundër sigurisë, drejtësisë, paqes, demokracisë, e që në fakt janë edhe kundër SBA-s, e cila është shteti që garanton dhe mbështet demokracinë, rendin dhe ligjin në vendet e ndryshme, po përdorin Serbinë dhe njëkohësisht po zbatojnë edhe dëshirën e Serbisë
për të tentuar që të cenoj sovranitetin e vendeve të tjera. Ju dini që në shenjestët të Serbisë akoma mbetet Kosova dhe Bosnia, dhe këto kërkesa të Serbisë, të cilat janë publike dhe janë në kuadër të Kushtetutës së Serbisë, janë akoma valide, nuk ka ndryshime në kuadër të Kushtetutës Lija, po mbështet çdo iniciativë të serbëve radikal apo dhe serbëve të cilët në Kosovë, ndoshta edhe në Republikën Srpska, kanë zhvilluar aktivitete që bijnë ndesh me sigurinë dhe bijnë ndesh me kodet penale të shteteve respektive. Prandaj mund të them që Rusia kishte shumë interes që në momentet që kishte biseda për çështjet e Ukrainës apo çështje të ndryshme, të provokoj situatën e sigurisë në Ballkan, duke ja bërë të qartë Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe partnerëve të saj se ajo mund të rrezikojë sigurinë në vendet ku është financuar, është punuar fuqishëm për të pasur një siguri. A mjafton vetëm aleanca ushtarake mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë për të ruajtur stabilitetin rajonal, apo kërkohet diçka më e gjerë? Gjithmonë ju pyes në cilësinë e një eksperti. Ne jemi të vetëdijshëm, të informuar, madje mund të themi në informacione të plota se kjo iniciativë do të zgjerohet. Presim që së shpejti kësaj iniciative të bashkangjitet dhe Bullgaria, më pas edhe Malizi. Situata politike aktualisht në Malizi është e tillë, ndikimi i Serbisë është evident, që na duhet një kohë të caktuar padyshim, por se edhe Bullgaria po prat që ndoshta deri në fund të këtij viti do të jetë pjesë e kësaj iniciative, por edhe vende tjera ndoshta do të presin performancën që do ta ketë kjo aleancë, dhe kjo aleancë shihet që do të shtohet me vendet e tjera duke qenë një lloj aleance ballkanike për të sfiduar përpjekjet e vendeve të cilat, siç e thamë më parë, kanë qëllime destabilizimin e ballkanit ballkanik. Është, them të drejtën, një iniciativë e cila është mirë pritur nga shumë vende përjashtim e Serbisë dhe partnerëve të saj, por që duket që po trajtohet dhe po analizohet edhe nga vendet e tjera, të cilat realisht me të drejtë shohin se çfarë do të ndodhë dhe se si do të avancojë tutje zbatimi i këtyre marrëveshjeve. Siç e thash, është Bullgaria, Malizi, ndoshta jo e larg edhe Maqedonia, që në një farë forme do t'i bashkangjiten këtij aktiviteti, kësaj iniciative, dhe për të pasur mundësi që të mos kemi befasi sfiduese të sfida që lidhen me angazhimet e Beogradit dhe partnerëve të saj sa përket jo sigurisë vend. A do ishte e nevojshme për të qetësuar një Kosovë të kërcënuar dhe të trazuar nga këto kërcënime, ndoshta aderimi i Kosovës në NATO, një aleancë më e madhe? Në fakt, Kosova sipas rezolutës 1244 sovraniteti i saj garantohet nga NATO përkatëse është zbatohet nga KFOR-i. Megjithatë, kjo garanci që vjen sipas rezolute është e nevojshme që të kurorëzohet me një të drejtë, mund të themi, legjitime dhe të drejtë sigurie e që është antarësimi i Kosovës në NATO. Ne kemi parë që ka një angazhim të fuqishëm të shteteve anëtare të NATO-s, posaçërisht SBA-ve, që Kosova të jetë shpejt anëtare e NATO-s, po punohet fuqishëm në përgatitjen e burimeve njerëzore, trajnimin dhe armatimet të ndryshme të forcës së sigurisë të Kosovës, dhe në bazë të asaj që neve kemi informacion në vitin 2027, kur presidenti Trump mendon ta vizitoj Tiranën për shkak të një aktiviteti të NATO-s, një summit të NATO-s që do të bëhet në Tiranë, dhe të shpall Kosovën anëtare të NATO-s, siç e kishte bërë presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Bush për shpalljen e pavarësisë të Kosovës. Jemi me fat, jemi 2 vite, mund të themi thujase afër 2 vite punë që do të punojmë fuqishëm për të mundësuar deklarimin e presidentit Trump në Tiranë për antarësimin e Kosovës në NATO, si një garanci e re e sigurisë dhe jo angazhimeve të vendeve kundër rendit dhe qetësisë publike apo kundër sigurisë në përgjithësi në Ballkan.